Klasat e 11 të shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë Nebisefa prezantuan projektin Unë jam myzeqar para nxënësve, prindërve, mësuesve dhe drejtorisë së shkollës. Në projekt u përfshin pothuajse të gjitha lëndët mësimore që nxënësit i kanë ndërthurur me anë të veçanta të jetës së myzeqes dhe myzeqarëve, si gjeografia, historia, biologjia e të tjera. Unë jam myzeqar nuk është thjesht një titull, është një ndjesi që secili për nesh mban në zemër kur përmend emrin nga ku vjen. Ky projekt është një udhëtim përmes artit, kulturës, traditave dhe historisë së myzeqes, të treguar nga ne, të rinj që jemi pjesë e saj. Fusha më e madhe e rajonit perëndimor dhe e krejtë Shqipërisë me një sipërfaqe për 1350 km². Ajo shtrihet që nga lumi Shkumbi në veri edhe deri në fshatin Novosel pranë Florës në jug. Në pjesën perëndimore të këtij fshati ndodhet Bregdeti i ulët i Adriatikut, ndërsa në pjesën lindore ndodhen kodrat e Tarsis, Kuçollës dhe Mallakastrës, të cilat janë afër në nord. Veshjet popullore myzeqare, gatimet tradicionale të zonës së myzeqes, produktet bujqësore, pasqyruan traditat dhe burimin kryesor të ardhurave të myzeqarëve, që ishte dhe është bujqësia. Në këtë projekt kemi vendosur të sillim në vëmendje një pjesë rëndësishme të trashëgimisë sonë kulturore, kostumin popullor të grave të zonës së myzeqes, të krijuar nga ne, me duart tona që nga hapat e parë. Ky kostum është dizenjuar për shekuj dhe që nisur nga ne, duke bazuar në modelet dhe elementet karakteristik të kostumit popullor të grave myzeqare. Për çdo zonë kishte karakteristikat e saj.